Alba Story prezanton. Jam një burr 45 vjeç dhe kam një vajzë të vetme e cila është 23 vjeçe. Ajo kishte një pasion të madh për parukërinë, prandaj e regjistrova në një kurs profesional që zgjati disa muaj. E shihja çdo ditë që kthehej e lodhur, por ishte shumë e lumtur. E kur përfundoi kursin dhe mori diplomen, erdhi një pasdite e ul në tavolinë bashkë me mua. Më tha se nuk donte të punonte për të tjerët, por kishte një shoqe nga i njëjti kurs që kishin vendosur të hapnin bashk një sallon bukurie. Por për këtë gjë i duheshin para. E më tregoi një listë gjatë me shpenzime, të cilat ishin qiraja e muajit, karriget larse, pasyrat, raftet, por dhe produktet e punës. E shuma që më kërkoi ishte e madhe, e unë nuk i kisha të gjitha ato lekë të ruajtura, por nuk doja ta lija në mes të rrugës tani që kishte një qëllim. E të nesërmen shkova takova një mikun tim të vjetër që kishin punuar bashk, e i kërkova borxh pjesën e parave që më mungonte. Ai mi dha, as pa më pyetur se çfarë më duheshin. E ja çova vajzës në shtëpi, e i thash të fillonte punën për të gjetur lokalin në vendin ku donin ata. Ata dyja e gjetën një ambient në një rrugicë me lëvizje, por lokali ishte shumë i rënuar. Muret ishin plot me njolla, suvaja kishte rënë në disa vende e dyshemeja ishte e shkatëruar. Vajza më tregoi çmimet që u kishin kërkuar mjeshtrit për të rregulluar dhe për ta lyer, e ishin shifra të paberballueshme. I thashte mos e vriste mendjen. Unë e njihja atë punë, kështu që e mora përsipër të bëja vetë gjithçka, nga suvatimi e deri tek shtrimi i pllakave. Të nesërmen në mëngjes, mora veglet e mia e shkova tek lokali. Aty, po me priste vajza ime, bashkë me shoqen e saj të kursit, ortakën e ardhshme. Ishte hera e parë që unë e shihja atë vajzë nga afër. Vajza ime më kishte thënë që kishin të njëjtën moshë, por kur e pash, nuk ngjante fare si moshatare e saj. Ajo dukej si një grua rreth të 30-tave. Ndoshta nga që kishte bërë ndërhyrje në fytyrë, e buzët i kishte shumë të trasha dhe ishte e lyer mjaft rënd. Kishte veshur rroba të shtrenjta, e sillej sikur të ishte në një sfilad mote e jo në një lokal me pluhur e inerte. Nuk kaloi shumë kohë dhe e kuptova tipin e saj. Ishte një vajzë jashtëzakonisht e lasdruar. Fliste shumë, fliste e papërqendruar dhe nuk e kishte fare problem të thoshte çfarëdo që i vinte në mendje, pa vrar mendjen nëse ofendonte njeri. Por megjithatë, për hir të së vërtetës, ishte shumë e bukur e ishte një femër që binte në sy, por unë fillova të punoja. Dita e parë shkoj me lyerjen e mureve dhe rregullimin e qosheve. E pasi muret u than, duhej të vendosnim disa pasyra të mëdha me korniza druri që vajzat i kishin bler të përdorura. I thash vajzës sime të më mbante shkallën, ndërsa unë po ngrija njërin nga pasyrat. Ishte e rënd dhe nuk ishte e lehtë për ta mbajtur. E unë ngjita në shkallë dhe u mundova që ta vendosja tek gozhda që kisha ngulur në mur. Por në atë moment korniza më rrëshqitin nga dora. U përpoqja ta mbaja, por ishte vonë. Pasyra rënë në tokë dhe u thye në shumë copa dhe u bë xhama kudo. Shoqja vajzës sime që ishte aty e që po qëndronte pranë dritares, pa ulur fare zërin, ju kthye vajzës sime dhe i tha:
çfarë ke sjell këtë plak këto që i dridhen duart? Na bëri dëm që është ditën e parë. Do na duhet të gjem një mjeshtër tjetër për këto punë. E ndërsa vajza ime u vu shumë në siklet dhe u skoq. U mundua t'i thoshte që ishte thjesht një aksident, por shoqja e saj vazhdonte të tunte kokën e pakenaqur. Pastaj vajza ime mori portofolin e doli jashtë e blinte një fshesë dhe një kacit e dyqani përballë për të mbledhur xhamat. Unë zbrita nga shkalla, e me që ishim vetëm aty, bashkë me shoqen e vajzës, e cila vazhdonte të me vështronte, me një lloj nënqeshje mos përfillse, unë ofrova drejt saj e i thash: kur të jemi vetëm do një ditë tjetër, do ta tregoj unë ty plakun, i thash asaj. E ajo as nuk e uli shikimin. Kujdes se mos më mbetesh në dorë, më tha ajo. E mua kjo gjë më bëri të qeshja, por edhe ajo qeshi gjithashtu. E situata kaloi ashtu, por ato fjalë më mbeten në mendje mua, por edhe asaj isha i sigurt. Puna ime vazhdoi gjatë gjithë javës. Erdhi dita për të shtruar pllakat e dyshemes. Ishte puna më e rëndë dhe më e pise të gjithë procesit. E atë ditë, vajza ime duhej të shkonte në qytet për të tërhequr disa produkte kozmetike që i kishin ardhur me porosi. Ortakja saj nuk kishte asnjë arsye të vinte në lokal, sepse aty do të kishte vetëm thas me çimentu ngjitës me ujë e me pluhur. Por një vajzë të veshur si ajo, ai ambient nuk ishte fare vendi i duhur për të qëndruar në atë pluhur. Kështu që unë shkova herët në mëngjes, ndrova rrobat e fillova të përgadisja llaçin. Dyshemeja ishte e pashtruar, e unë kisha hedhur disa derrasa për të ecur mbi to. Ula në gjonjë dhe fillova të vendosja pllakat e para. Rreth mesditës, u hap dera jashtë me atij lokali, e kur ktheva kokën, pa shoqen e vajzës. Ajo kishte veshur një fustan mjaft të ngushtë. Ishte me taka dhe ishte e lyer njësoj si ditën e parë. "Ç'të solli këtu?" i thash unë. "Këtu është plot me pluhur, do të bësh pis rrobat." "Jam në lokalin tim," tha, "dhe vi kur të dua, kështu që erdha të shoh se si po e bën punën. E dua të sigurohem që nuk po thyen ndonjë pllak ashtu siç na theve pasyren," më tha ajo. Menjëherë filloi të më fliste me të njëjtin ton të lasdruar. Unë eca me gjonjë pak me prapa, e lash mistrin mbi kovën me çimento, e unë ngrita në këmbë, pastrova duart dhe eca ngadalë drejt saj. Pjesa e lokalit ku ajo qëndronte ishte ende e pashtruar. Ishte me të vërtetë mbuluar nga pluhuri. "Vajza ime nuk është këtu sot," i thash. "E di shumë mirë që nuk është këtu," më tha ajo. "Pse, e harrove çfarë the herën e fundit kur mbetëm vetëm?" më tha ajo. E ndërsa unë i thash, "Jo, unë s'harroj asgjë." Edhe pse ishte pluhur, ajo qëndronte aty, dhe pse ja kisha vendosur duart e mia që i kisha me pluhur mbi shpatulla, ajo përsëri qëndronte aty stoike. Pastaj me duar e kapan nga beli, e ajo nuk kundërshtoi. Ja hodha krahet pas qafes, e unë ofrova drejt vetes, e filluam të putheshim aty, në mes të atij lokali plot me pluhur. Puthja e parë ndodhi në këmbë, mes atij pluhurit aty, e mes atyre thaseve të mbushur me çimento. Pastaj ajo u ul mbi thas, me ato rrobat e shtrenjta, por nuk janë ndjente fare. Me të vërtetë ajo u bë gjithë pluhur, e ndërsa ajo ishte aty mbi çimento, unë shkova pranë saj, i putha buzët edhe një herë,
Pastaj me duar, nëse doni të ndëgjoni historinë deri në fund, bëjeni videon like, a nëse nuk doni abonohuni ose bëjeni subscribe.